Horoskopi ditor e hënë 30 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit 30 qershor 2025. Dashi, dita paraqet një mundësi të artë për të kanalizuar shpirtin tuaj energjik në ndjekje krijuese. Me Marsin të vendosur në mënyrë të favorshme në tabelën tuaj, ju e gjeni veten në epiqendrën e diskutimeve të gjalla, veçanërisht në mjediset profesionale. Një seancë shkëmbimi i idesh në punë mund të çojë në një përparim të papritur. Në frontin personal, entuziazmi juaj i zjarrt është ngjitës, duke ju bërë jetën e çdo takimi shoqëror. Megjithatë, mes kësaj vorbulle aktiviteti, mos e neglizhoni nevojën tuaj për reflektim. Një moment i qetë në natyrë mund të ofrojë njohuri që ju lidhin me aspiratat tuaja më të thella. Marrëdhëniet lulëzojnë me besim. Ushqeni ato lidhje që kanë rëndësi. Financiarisht është një kohë për përmbajtje, shmangni blerjet impulsive. Yjet theksojnë rëndësinë e ekuilibrit sot, duke ju nxitur të dëgjoni busullën tuaj të brendshme. Fizikisht, nisja e një rutine të re fitnesi mund të plotësojë energjinë tuaj të fuqishme. Përqafojeni energjinë kozmike me optimizëm dhe një prekje spontaniteti. Horoskopi ditor i Demit, 30 qershor 2025. Demi, sot ju fton të shijoni bukurinë e kënaqësive të thjeshta të jetës. Ndërsa Venusi hieshon shenjën tuaj, ka një vlerësim të shtuar për artin, muzikën dhe gjërat më të mira që stimulojnë shisat tuaja. Ky rreshtim planetar rrit sharmin tuaj natyror, duke i bërë ndërveprimet personale më të lëmuara dhe më të përmbushura. Megjithatë, një fjalë kujdesi, përqendrohuni te moderimi, veçanërisht në lidhje me shpenzimet. Disiplina financiare mbetet thelbësore edhe kur tundimet janë të forta. Në dashuri, shprehni dashurinë tuaj me sinqeritet. Një darkë me qirinj ose një gest i menduar mund të forcojë lidhjet me partnerin tuaj. Për beqarët, biseda tërheqëse mund të nxisin mundësi romantike të papritura. Profesionalisht, durimi është aleati juaj. Sukseset e ditës do të vinë përmes përpjekjeve graduale dhe jo rezultateve të menjëhershme. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat përfshirjen e praktikave të vetëdijes në rutinën tuaj, duke lejuar harmoni mendore dhe fizike. Le të jetë dita e sotme për të shijuar përvojat, për të qëndruar me këmbë në tokë dhe për të kultivuar marrëdhënie që ushqejnë shpirtin tuaj. Horoskopi ditor i Binjakëve, 30 qershor 2025. Binjakët, kozmosi po ju inkurajon të përqafoni shkathësinë sot. Me Merkurin, planetin tuaj sundues, që ndikon në zonën tuaj të karrierës, prisni që komunikimi të luajë një rol kyç në arritjet tuaja. Strategjitë e zbuluara tani mund të hapin rrugën për sukseset e ardhshme. Qoftë duke paraqitur një ide apo duke negociuar një marrëveshje, elokuenca juaj ma gjeps. Mbani një mendje të hapur pasi mund të lindin mundësi të papritura, veçanërisht nga lidhjet e largëta. Shoqërisht, jeni në kulmin e karizmës, megjithatë është e rëndësishme të dëgjoni aq sa flisni. Një ekuilibër që do të përmirësojë marrëdhëniet dhe do të nxjisë dialogje kuptimplote. Në çështjet personale, largohuni nga vorbulla dhe prioritizoni ato lidhje që ju ushqejnë. Një mik i vjetër mund t'ju drejtohet, duke sjellë nostalgji dhe mundësinë për të ringjallur gëzimet e së kaluarës. Financiarisht, rimendoni investimet me një mendësi afatgjatë. Për të rimbushur, merrni pjesë në aktivitete që stimulojnë mendjen tuaj. Qoftë një libër, një enigma apo një bisedë tërheqëse. Lejoni që përshtatshmëria të jetë udhërfyesi juaj, me kuriozitetin që ndriçon rrugën. Horoskopi ditor i Gafores, 30 qershor 2025. Gafore, ndikimi i hënës sjell një tape të pasur emocionesh, duke nxitur vetanalizën dhe rritjen personale. Ju tërhiqeni nga eksplorimi i botës suaj të brendshme. Përqafojeni këtë energji reflektuese, pasi ajo mban qelsat e mësimeve të së kaluarës dhe aspiratave të së ardhmes. Profesionalisht mund të ndjeni një dëshirë për të ripërcaktuar rrugën tuaj ose për të marrë me konfliktet e pasgjidhura. Përballuni me këto drejt për drejt me një qasje të dhemshur, por të vendosur. Përshtatja e energjive ushqyese mund t'ju ndihmojë të shëroni përçarjet emocionale me familjen. Lëreni intuitën tuaj t'ju udhëheqë në vendime, pasi është mprehtë dhe besueshme tani. Marrëdhëniet romantike mund të sjellin surpriza, qëndroni të hapur ndaj shprehjeve të dashurisë në mënyra jo konvencionale. Mbani një dietë të ekuilibruar për të rritur nivelet e energjisë dhe merrni në konsiderat një detoksifikim digjital për të rritur qartësinë mendore. Miqt mund të kenë nevojë për supin tuaj mbështetës sot, duke përforcuar rolin tuaj jetësor në jetën e tyre. Ndërsa përfundoni ditën, qëndroni në mirënjohje si për sfidat ashtu edhe për bekimet, duke krijuar një të ardhme me qëllim dhe zemër.
Horoskopi ditor i Luanit, 30 qershor 2025. Luani, dielli ndriçon sektorin tuaj shoqëror, duke ndezur mundësi për ndërveprime dhe rrjedhim dinamik. Dita e sotme është perfekte për bashkëpunime, ku kontributi juaj krijues është i vlerësuar dhe thelbësor. Shfrytëzoni këtë energji kozmike për të krijuar lidhje me ndikim. Leadershipi juaj natyror shkëlqen, duke tërhequr pamundim aleat të mundshëm në kauzën tuaj. Në çështjet e karrierës, inovacioni është mantra juaj. Përsosni ato ide të guximshme dhe mos u tremni t'i shfaqni ato. Personalisht, gjeni harmoni duke balancuar kërkesat e jetës suaj shoqërore me nevojën për vetmi. Një praktikë meditative mund t'ju rifreskojë shpirtin. Jeta dashurore shkëlqen me potencial. Planifikoni një takim aventuresk ose nxisni një bisedë spontane për të thelluar lidhje. Financiarisht, rishikoni investimet me një sy për rritje, duke shmangur përpjekjet e rrezikshme. Vëmendja është mbi ju për përqafimin e një qasje të ekuilibruar ndaj ambicieve tuaja sot. Le të jetë optimizmi dhe ngrohtësia juaj fari që udhëheq ndjekjet tuaja, duke lënë një përshtypje të qëndrueshme. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 30 qershor 2025. Virgjëresha, ndikimi i Jupiterit e bekon ditën tuaj me mundësi për të mësuar dhe zgjeruar. Angazhohuni me lëndë ose aftësi të reja që ngjallin interesin tuaj, pasi ato mbajnë qelsat e potencialeve të reja. Në punë, aftësia juaj analitike vihet në qendër të vëmendjes, duke ju lejuar të zgjidhni çështje komplekse që mund të kenë frustruar të tjerët. Natyra juaj e kujdesshme fiton admirim. Vazhdoni të ndani njohuritë tuaja. Financiarisht, rishikoni buxhetin tuaj. Kjo qartësi zvogëlon stresin e panevojshëm. Marrëdhëniet kërkojnë kujdes të kujdesshëm sot. Investoni kohë në diskutime të përzemërta me të dashurit, duke i forcuar ato lidhje. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat një kontroll mirëqenie për të qëndruar në rrugën e duhur. Ndoshta duke përfshirë ushtrime yoga ose vetëdije për të ruajtur ekuilibrin. Beqarët mund të gjejnë romancë përmes mjediseve të reja shoqërore, ku shkëmbimet intelektuale mund të çojnë në shkëndija. Lëreni ditën tuaj të jetë për rritje dhe vetëdije. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi njohuritë e fituara dhe mos hezitoni të ndërroni shumë. Në fund të fundit, sot ka të bëjë me ndërtimin e një të nesërme më të mirë. Horoskopi ditor i Peshores, 30 qershor 2025. Peshorja, ndikimet qiellore sot theksojnë fuqinë e partneriteteve. Planetët ju inkurajojnë të rivlerësoni dhe rindërtoni marrëdhëniet tuaja personale dhe profesionale, duke u përqendruar në respektin e ndërsjellë dhe qëllimet e përbashkëta. Aftësitë tuaja natyrore diplomatike zbutin konfliktet e mundshme, duke lejuar dialogje konstruktive. Në punë, bashkëpunimi është thelbësor. Dikush mund të ndajë njohuri që çojnë përpara një projekt. Financiarisht, rivlerësoni burimet e përbashkëta, duke u siguruar që të gjitha palët janë të njanëshme. Në dashuri, bisedat e rëndësishme mund të thellojnë lidhjet. Ndershmëria do të jetë fari juaj. Peshoret beqare mund të përjetojnë një flir të papritur, qëndroni të hapur por të mpret. Ekuilibri është thelbësor për mirëqenien tuaj, duke sugjeruar një nevojë për të prioritizuar kujdesin për veten midis detyrimeve tuaja shoqërore. Konsideroni aktivitete që ju përqendrojnë si yoga ose shkrimi i ditarit për të ruajtur harmoninë. Njohuritë tuaja janë më të qarta tani se zakonisht. Besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime. Le të jetë dita e sotme për të përqafuar punën në grup dhe për të përmirësuar rrethin tuaj shoqëror, duke ditur se së bashku mund të arrini gjëra të mëdha. Horoskopi ditor i Akrepit, 30 qershor 2025. Akrepi, pozicioni i hënës sot hedh dritë mbi sektorin tuaj financiar, duke ju ftuar të vlerësoni zakonet e shpenzimeve. Ky shtrirje qiellore ofron qartësi, duke nxitur zgjedhje të zgjuara për sigurinë në të ardhmen. Rivlerësoni investimet dhe planet e kursimit dhe merrni në konsiderat kërkimin e këshillave nëse është e nevojshme. Profesionalisht, zhytuni më thellë në projekte ku sekreti dhe misteri luajnë një rol, aftësitë tuaja hetuese shkëlqejnë sot. Intuita është e mpret. Besojini asaj në udhëheqjen e ndërveprimeve tuaja personale dhe profesionale. Emocionalisht mund të ndiheni të tërhequr nga introspeksioni. Kanalizoni këto njohuri të thella në kultivimin e marrëdhënieve më të thella. Një rrëfim i papritur nga një mik mund të ndryshojë perceptimin tuaj, duke ofruar një mundësi për rritje emocionale. Romanca është intensive, duke sugjeruar një ditë ideale për diskutime intime me partnerin tuaj. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat aktivitete që balancojnë ushtrimin fizik me relaksimin,
si tai chi ose zumba. Reflektoni mbi lidhjet tuaja dhe qëndroni të hapur ndaj transformimit. Lëreni intuitën tuaj t'ju udhëheqë në marrjen e zgjedhjeve me ndikim sot. Horoskopi ditor i shigjetarit, 30 qershor 2025. Shigjetari, sot ka të bëjë me zgjerimin e horizonteve tuaja, si mendërisht ashtu edhe shpirtërisht. Planetët rreshtohen për të ofruar energji ideale për ndjekje arsimore dhe plane udhëtimi. Përqafoni çdo mundësi për t'u angazhuar në kultura ose ide të reja, pasi ato mund të nxisin njohuri krijuese. Jeta profesionale gëzon një shtys. Një prezantim ose një takim mund të shkojë më mirë se sa pritej, duke ju fituar aleat të rinj. Në marrëdhënie synoni dialogje të hapura, veçanërisht me të dashurit, duke u siguruar që të shprehni qartë mendimet dhe ndjenjat tuaja. Beqarët mund të gjejnë romancë në vende të papritura. Mbani një zemër të hapur. Financiarisht, vendimet e kujdesshme mund të sjellin rezultate afatgjata. Prandaj shmangni blerjet impulsive. Ushtrimet fizike në natyrë mund të rrisin vitalitetin dhe optimizmin tuaj, duke reflektuar shpirtin tuaj aventuresk. Konsideroni angazhimin në aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin, duke ndihmuar në ruajtjen e një stili jetese të ekuilibruar. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi përvojat tuaja me mirënjohje, duke i lejuar ato të formsojnë udhëtimin tuaj pozitivisht në të ardhmen. Horoskopi ditor i Bricjapit, 30 qershor 2025. Bricjap, energjitë e sotme inkurajojnë një fokus në ndërtimin e themeleve tuaja, veçanërisht karrierën dhe shtëpinë. Roli i Saturnit nxjerr në pah përgjegjësitë, duke nxitur përkushtimin ndaj angazhimeve tuaja. Në punë, njohja është arritshme nëse tregoni pragmatizmin dhe leadershipin tuaj të zakonshëm. Mos u nguroni të shfaqni aftësitë tuaja, pasi qasja juaj praktike frymëzon ata përreth jush. Në marrëdhëniet personale, përpiquni të zgjidhni çdo problem të gjatë me durim dhe empati, duke nxitur lidhje më të forta. Angazhimi në çështjet familjare sjell gëzim, duke stimuluar rritjen në të dyja anët. Financiarisht, siguria është fokusi juaj. Përsosni buxhetet dhe merrni në konsiderat investimet afatgjata. Nga ana shëndetësore, një rutinë e qëndrueshme do t'ju sjellë dobi. Prandaj ruani aktivitetin fizik për të ruajtur qëndrueshmërinë tuaj. Romanca lulëzon përmes qëllimeve të përbashkëta dhe mbështetjes së ndërsjellë. Planifikoni një sipërmarrje të ardhshme me partnerin tuaj. Përfundoni ditën tuaj duke organizuar prioritetet tuaja, duke siguruar një rrugë të qartë përpara. Përqafojeni sot me vendosmëri, duke e ditur se përpjekjet tuaja hedhin themelet për arritjet e ardhshme. Horoskopi ditor i Ujorit, 30 qershor 2025. Ujori, sot i kushton vëmendje inovacionit dhe instinkteve tuaja të lindura humanitare. Yjet ju inkurajojnë të eksploroni zgjidhje krijuese brenda projekteve tuaja, duke promovuar një perspektivë të re. Ndarja e ideve në mjediset e ekipit mund të shkaktojnë ndryshime revolucionare. Fal të menduarit tuaj unik dhe të pazakont. Në marrëdhëniet personale, komunikimi është thelbësor. Artikuloni mendimet tuaja me qartësi për të shmangur keqkuptimet. Rrethi juaj shoqëror mund të paraqesë mundësi për rrjedhim, duke u kujdesur për rritjen profesionale dhe personale. Financiarisht, merrni në konsiderat strategji alternative investimi që përputhen me vlerat tuaja etike. Shëndeti kërkon vëmendje, zbatoni ekuilibrin në zgjedhjet e stilit të jetës, duke zgjedhur aktivitete që ushqejnë trupin dhe shpirtin. Jeta dashurore është emocionuese, duke ftuar aventura spontane me partnerin tuaj. Beqarët mund të takojnë dikë përmes pasioneve të ndërsjella ose aktiviteteve në grup. Ndërsa dita mbaron, merrni kohë për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe mos hezitoni të shtyni kufit, duke përqafuar shtigjet jo konvencionale që çojnë në sukses. Horoskopi ditor i Peshqve, 30 qershor 2025. Peshqit, energjia kozmike sot ju fton të zhyteni në sferat shpirtërore dhe krijuese. Ndikimi i Neptunit sjell ëndra dhe intuitën në plan të parë. Eksploroni këto njohuri për rritje personale. Angazhohuni në ndjekje artistike ose praktika shpirtërore që ushqejnë shpirtin tuaj. Profesionalisht ju frymëzoheni për të kontribuar me ide inovative, duke rritur sinergjinë e ekipit. Në punë, natyra juaj empatike lehtëson një mjedis harmonik. Konsideratat financiare sugjerojnë planifikim të kujdesshëm. Shmangni shpenzimet e tepërta duke ju përmbajtur buxhetit tuaj. Emocionalisht, thellësia juaj nxit lidhje të forta me të dashurit. Hapuni për ndjenjat tuaja për të thelluar lidhje. Romanca pasurohet me gjeste poetike dhe biseda të përzemërta,
Beqarët duhet të eksplorojnë vende krijuese për të takuar shpirtra me mendje të ngjashme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në mirëqenie mendore me praktika si meditimi dhe vëmendja e plotë. Shfrytëzoni energjinë e ditës për të lidhur simbolikisht me veten tuaj më të lartë, duke përforcuar forcën tuaj të brendshme. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni në mjedise të qeta, duke lejuar mendjen tuaj të endet në meditime të qeta. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.